Komentojmë pak për shembull nominimin e kësaj jave, kush duhet dali ose më saktë, kush duhet rri dhe kush duhet dali. Dhe për çfarë? Fillojmë për shembull me Laertin dhe me Valbonën. Pjesa e parë që duhet rri Laerti, që nuk duhet dali, për mendimin tim, gjithçka është rreth mendimit tim, është se jam shumë kurioz të shikoj se si të shkojë lidhja e këtyre dyve. Pse duhet të dal ose pse duhet të rri më saktë Ola? Sepse nëse del Ola nuk ka çfarë bën Jozi dhe duhet rri Ola për faktin se duhet shikoj Loredanën kur tall sumën. Pse duhet rri Gerta? Gerta meriton se çdo situatë që ka përballuar e vetëm, është e vetëm në lojë, nuk ka aleancë, është shumë e hekur të lojë, është e pamëshirshme në lojë. Nëse duhet të sulmon me gjithë forcën e trupit, nuk mendon fare se sa e dhim se tjetri apo jo, se fundi fare është në një lojë ku luftohet për 100.000 euro. Dhe ka shumë debate në shtëpi. Ka me Laertin, ka me Gjestin, ka me Rozanën, ka me Valbonën, po thuaj se e gjithë shtëpia është fokusuar te debatet që bëjmë me Gertën. Se të gjithë ata janë bërë byth e brek bashkë edhe nuk sulmojnë dot me njëri tjetrin. Kush ka ngel Gerta? Të zihesh me Aldon, nuk ka Aldo audiencë, të zihesh me Mikin, nuk ka Miki audiencë, Jozin s'ka audiencë, kush ka audiencë ka Gerta. Edhe o burra hidhen te Gerta. Pse duhet të dal Miki nuk ka çaj jep më vjen shumë keq dhe më vjen keq që që po rri kaq në gjumë, sepse ka mundësi të japë më shumë, ai format jep mundësinë të tregosh veten tënde. Ta zhveshësh veten tënde në komplekset, në gjërat që ti ke, në ato gjërat e bukura që do të transmetosh ti, në karakteri jot, tipi jot, influenca jote, e ku di unë shumë gjëra tjera, po që është në gjumë, ndoshta nuk është në karakterin e saj të digjerohet, ndoshta apo të debatoj si të debatojnë ata aty brenda. Pse duhet rri Kelly? Kelly është artist mbi të gjitha, ka treguar që është njëri i rregullt, edhe duhet qëndroj sepse mendoj që Kelly ka akoma për dëna vetja. Ka për dëna vetja sepse ka logjik, ka argument. Dhe pse ndonjëherë i humbet ajo rruga me soborrit. Por gjithsesi duhet i japi mundësi se mbi të gjitha është artist. Verselo pse duhet dali? Verselo nuk kam arsye si ta përshkruaj të gjej një arsye që duhet rri në shtëpi. Fatkeqësisht nuk del. Verselo nuk del, nuk e nxjerr njëri, sepse edhe pse dëshira ime është për të dalë jashtë, se është shumë i neveritshëm me ato që fletet ato që bën, por është spinxhak i keq ose është ngacmues i keq për çdo kënd aty brenda. Dhe këto që thash janë thjesht mendimet e mia. Se çfarë mendimi keni juve, ju pres të shikojmë komentet tuaja. Se harrova fare Gjestin, për çfarë duhet të rri Gjesti për shembull. Shiko, unë Gjesti se kam përqyer absolutisht e marrë me Eglin fare dhe për mua Gjesti është zero të marrëdhënia e Eglit. Ishte zero, nuk tregoi asnjë anë të mashkullit të tij. Tamam me kolqe, më falni. Se kam në adhemët, më dalim shptojmë fjallë pa dogan. Përsa i përket lojës një si Gjesti duhet, është i vetëm i karakter që është i vetëm në atë që bën ai. Bëhet fëmijë, bëhet ngacmues, bëhet provokues, bën ato gjërat e fëmijëve, andaj këtë që çdo kush tani është fëmijë 5 minuta në jetë. Është alegria, mund ta kemi. Unë për vendin time nuk e fare, po se ma nep s'do të fare situatën me Eglin. Fare, absolutisht. Vazhdoj të kem bindjen time që ai që në fillim duhet ta frenonte, siç frenoi Egli për shembull, Xumin, që ishte aty që e frenoi që nuk kam dhe nuk do të vazhdoj më dhe e frenoi. Pra Egli tregoi më shumë këllçe në lidhjen me Xumin, në pëlqimin që ki Xumi për atë, i tha stop, nuk mund të vazhdoj sepse nuk kam. Të njëjtë gjë duhet bënte edhe Gjesti, po se bëri. Iku ky muhabeti se u mbyll tema e asaj lidhje, kaq. Ndërsa për sa i përket pjesës lojës, i duhet lojës për ato që thash. Është alegria dhe pik. Për lojë unë vazhdoj ta mbështes për lojën. Për atë që ka bërë me lidhje me Eglin, nuk e vazhdoj ta mbështes, pik, mbaroj. Për lojën është shumë rregull, i duhet lojës edhe kaq.